Nafta, ja, po ta të marri me Kosovën, me Maqedoninë. Ne kemi për qytetarë, po e dim që është shumë ne kemi ta 176 lek, ati është 1,2 euro. Diferenca është akciza. Në Shqipëri, kur importojmë naftë, se ne edhe prodhojmë naftë edhe importojmë. Eksakt, pra, këtu është paradoksi. Atëherë, pyetja më e madhe është, ç'a bëhet me naftën shqiptare? Ku shkon? Ku rafinohet? Po kur vjen nafta që importohet, është nafta që kemi çuar për rafinim apo është naftë tjetër? Ne importojmë më shumë se sa çojmë për rafinim. Nafta që çojmë për rafinim, supozojmë se nuk është ajo që vjen, po nafta që vjen, aq sa e çojmë për rafinim, pse futet me akcizë? Ajo duhet futet pa akcizë, sepse është nafta jonë, e kemi çuar për rafinim. Pse futet me akcizë territorin e Shqipërisë? Akciza është 36 lek për litër. Do më nëse ti e blen naftën sot me 60 lek për litër në tregun ndërkombëtar, pa u futur ende në territorin e Shqipërisë, i shtohet një 36 lekësh. Po pra pse? Dhe shkovi 96. Pse bëhet? Vendet e tjera nuk e kanë akcizën e naftës. Pra, nafta vajti me akcizë vajti 100 lek. Shto dhe të vëshën 20 lek, u bë 120 lek pa u futur në territorin e Shqipërisë. Pra ende. Pa u futur në territorin e Shqipërisë. Aty, të depot e karburantit. Prit, një minutë. Vinë ato kompanit që kanë të pikat e karburantit, furnizohen, ose ja qonë ky tregtari me shumicë, te pike karburantit shkon ti që furnizon makinën. Po gjatë gjithë i zinxhiri, janë edhe punëtorët, është edhe pike karburantit që do marri fitimin e vetë, janë edhe taksat për të pagu, jo vetëm të ati tregtarit me shumicë, po edhe të pikës karburantit. Edhe tjera, jo pa jo taksa për atë, për plumbin që bëhet analizë e plumbit, koncesione e tjera.